Që thoni ju, ditën e sotme jam në zonën që njihet si Ligjat e Përmetit. Dua t'ju tregoj pak 2 sekonda komplet zonën. Sa bukur është. Këtu kam parkuar makinën. Është i parking përpara se të futesh, kushton 2000 lekë vjeta, nuk është se do harxhoheni shumë. Nuk e di si do kaloj tani. Si kaloni ju këtu te ta? Këtu? Por momenti këtu nuk kemi paguar asnjë lek për të futur, po merr mendja edhe ky vend do bëhet vitin e ardhshëm me pagesë njësoj siç bën Syrin e Kaltër. Shikoni edhe pak të shtëpiat e Drurit, por do të keni parasysh që po erdhën në orën e drekës bëhet një vap shumë e madhe. Rruga është akoma do dhe disa minuta për të arritur aty, kështu që merrni ato kapele se do vdisni vape. Rruga që bëra me makinë nuk është se ishte shumë e mirë, po ishte shumë normale për t'u kaluar edhe me makinat vogla. Në këto momente dua t'ju tregoj pak të ndërtesën gjigande që ka bërë qeveria kohët e fundit. Duket si ato ndërtimet alpine në Zvicër, por edhe më bukur. Besoj keni parë që të gjithë lajmet e kohëve të fundit, ku pati një problem me vaskat gjatë ndërtimit të tyre. Por mua është era parë që vi këtë Ligja, nuk kam qenë kurrë më parë këtu, nuk do merrem fare nëse kanë apo s'kan ujë, ju do leni komentet e juaja, po thjesht dua t'ju tregoj pak si duken sot data 11 korrik. Normalisht kjo video shumë e shkurtër për t'ju treguar të gjithë efektet kuruese të këtyre ujrave. Besoj dini vetë më mirë përpara se të vini këtu. Kaq ishte video për sot. Kam ngel pa mend fare te ky vend. Ciao.